Struganët do të drejtojnë edhe një herë kutive të votimit në nëntor, ku gara do të jetë mes kandidatit të pavarur që ka mbështetjen e Vlenit, Mendi Qyra dhe kandidatit AKI-s Arsim Dalipi. Qyra në fjalimin pas fitores kërkoi që kundër kandidati Dalipi ta mbaj fjalën e dhënë, që ai që ka një vot më pak të jap dorëheqje në rrethin e dytë. Suksesi ishte kundrejt 8 kundër kandidatëve të cilët ishin kundër meje, normalisht pa pas edhe një sistem politik, por një sistem i cili u krijuar brenda 2 muaj dhe shpresoj që qytetarët tani duhet ta dinë kush do të jetë udhëheqës i komunës së Strugës me projektet e veta. Tani oponenti im e ka dhënë fjalën se do të hapet dorëheqje, besoj se fjalën e dhënë jo si herët tjera, por kësaj radhe do ta mbajnë dhe do të tërhiqen. Por me sa duket, kandidati AKI-s Arsim Dalipi nuk është duke menduar tërheqjen dhe beson në fitore të thellë në raundin e dytë. Edhe për kundër votës dhe pazareve të fshehta nëpër skuta, kundër kandidati im dështoi të bëj realitet ëndrrën e VMRO-s, por kjo nuk është fundi. Sot nuk dorëzohemi, sot vazhdojmë betejën për përmbysje dhe për fitoren e Strugës, për Strugën tonë, për Strugën që e betonizuan, e shëmtuan dhe rjepën për shumë vite, për Strugën që meriton dinjitet, zhvillim dhe të ardhme më të mirë. Bashk do t'ja dalim, bashk e bëjmë fitoren. 2 kandidatët shkojnë në balotazh me një diferencë shumë të vogël. Mendi Qyra mori 9.934 vota, ndërsa Arsim Dalipi 215 vota më pak, respektivisht 9.719 vota. Në garë ishte edhe Jovana Mojsuska nga Levica, e cila mori 2.809 vota.